Rinart ishte aktiviteti që u zhvillua në Korçë për rreth një javë ku të rinj nga gjithë qarku patën mundësinë të shpalosnin talentin e tyre në fusha të ndryshme të artit. Në një sallë të imbushur nga ardashës, në finalen e këtij eventi janë shpërndarë çmimet për talentet më të mira të qarkut. Të rinj gjimnazistë janë shprehur të lumtur për trofetë e fituara, ndërsa tregojnë se nisma të tilla u bëjnë nder atyre pasi kanë mundësi të promovohen. Nuk e kisha menduar asnjëherë se do të merrja një çmim dhe pikërisht në fushën e aktrimit. Mbase jo si drejtim kryesor, por kam shumë dëshirë që ta vazhdoj. Po, besoj se është diçka që e zhvillon fushën e tyre artistike dhe shpirtërore. Jo, kjo nuk është çmimi i parë që unë marr. Mora vesh se aktoria më e mirë në Rin Show. Shumë mirë, ndihem shumë mirë sepse kur një njeri ka një ëndër, një pasion brenda vetes, dhe vlerësohet në gjë e papar. Po, aktorën të ardhmen. Po, shumë madje. Shumë sepse nga këto aktivitete nxirren ata xhevair, ata diamante që duhen ngërmuar. Ne atë urojmë të gjithë që me punë të arrim atje ku çdo artist të nderon. Jo, ky është çmimi i dytë, sepse kam qenë dhe vitin e kaluar në show, kam marrë çmimin artisti më i mirë. Dhe këtë vit mora këngëtari më i mirë i sharkut. Ju bëjnë nder për arsyeën se ata ta angazhojnë më shumë dhe të tregojnë veten e tyre se kush janë. Për kryetarin e Këshillit të Qarkut Erion Exhipi, ky aktivitet do të jetë traditë në Juglindje, pasi të rinjtë e kanë përqafuar këtë nismë. Iniciuar fillimisht nga Bashkia Korçë si Rin Show, ne e kemi çuar në një nivel rajonal me emërtesën Rinart. Është aktivizimi i gjimnazistëve të Qarkut Korçë për të shpalosur talentin e tyre dhe për të evidentuar më të mirat që ne kemi tek rinia jonë. Pa diskutim ne jemi një ansambël shumë ngjyrësh i talenteve dhe i asaj që kemi trashëguar nga e kaluara. Mundësit janë për të gjithë tashmë dhe në një skenë rajonale. Ky ishte viti i dytë i Rinart, një aktivitet që pritet të kthehet në traditë për promovimin e talenteve.